antarën e Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për vjetorin e 13 shoqata antare. Shoqata alpiniste Sinikoqit i Marshi sot feston 7 vjetorin. Ndëruar të shamir të natyrës, kam deri dhe kënaqësinë që në emër të Unionit të Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut të ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj kaq masive në eventin tonë, përkatësisht në rastin e 3 vjetorit të themelimit të Unionit të Shoqatave Bjeshkatare dhe për vjetoret e shoqatave antare në Unionin e Shoqatave Bjeshkatare. Nderuara motra dhe vëllezër, në cilën sot këtu në marshin e përvjetorit, dhe njëherë të uroj Fariut 2 vjetorin e Unionit të Shoqatave të Bjeshkatarëve. Ti shohim pejzazhet e bukura edhe natyrën e fshatit tonë. Ju falenderoj të gjithë. Shpari, mirë të keni ardhur në eventin e radhës këtu në katonin Korrik. Sot e kemi një ecje si të relaksuese, se i kemi në dy drejtimet 12 kilometra. Jonë 3 fshatrat që e përbëjmë popullsinë e malit thot. Fshati Korrik që e shofëm këtu, në të majtë e ka ta ulin. Ku të shku? Te Molet? Në lëvizje, çdo kurrë, çdo dru,